Është zhvilluar ditën e sotme në ambientet e qendrës kulturore të fëmijëve Kujtim Alia, faza finale e konkursit të teatrove të shkollave nëntëvjeçare të qytetit. Në fazën finale morën pjesë 4 shkolla: Ali Laçaj, Martin Camaj, Ndre Mjeda dhe Medreseja Haxhi Shamia, ku fitues pas konkurimit është pallur shkolla Ali Laçaj. Drejtuesja e zyrës vendore të arsimit në Shkodër, Bresela Kadia, theksoi se ky konkurs tashmë do kthehet në traditë. Vlen për të theksuar shumë angazhimi shumë serioz i shkollave, përfaqësimi shumë dinjitoz i shkollave. Sigurisht është hera e parë që zhvillohet një teatr në nivel zëvaje i këtij formati. Vitin tjetër ne kemi pritshmëri që sigurisht do jetë një traditë tashmë, por ama kemi pritshmëri që numri i shkollave që do përfaqësohen do jetë edhe më i lartë. Dhe shpresoj që kjo herë e parë të shërbejë edhe si një motivim shumë i mirë për gjithë përfshirjet e të gjitha shkollave, qofshin me grupe, qofshin edhe me grupe më të vogla ose me interpretime solo. Kadia tha se ZVA Shkodër ka qenë angazhuar plotësisht për mbarvajtjen e këtij aktiviteti. Siç e pat, kemi juri shumë profesioniste, që do thotë që jemi angazhuar seriozisht që të fazë dhe këtë herë të parë të festivalit të teatrove të japim seriozitetin që meriton, po që edhe në fakt Shkodra duhet t'i jap si qytet i kulturës dhe i artit. Pjesë e këtij konkursi që zhvillohet për herë të parë në ciklin nëntëvjeçar u bën mbi 20 shkolla të qytetit me angazhimin kryesisht të nxënësve të klasave të 8 dhe të 9.